Kjo është jashtëzakonisht shqetësuese, jashtëzakonisht indikative për mënyrën se çysh punojnë popullistët, për mënyrën se çysh veprojnë popullistët, cilët vinë me parulla të fuqishme. Këta kanë pason kena mingrej hajnat zhag. Brutalisht, Dubrava 12 katë kanë dhënë deklaratat e forta, cilat njerëzit edhe ju kanë besu. Nëse i pyet një pjesë mirë të njerëzve që e kanë votu lëvizjen vetëvendosje, një për arsye ka qenë kjo. Po shiqani dhe më thonë, kjo që apë shohim sot, jo që është e kundërt me parullën e tyne, po është shumë fish ma e ranë se sa plot veprimet e tjera cilat në kalumen i kemi gjyku bashkarisht dhe cilat nuk kanë qenë veprimet të qeverisë së mirë. Është shumë e rëndësishme me theksu për qytetarë që qindra kontrata janë nënshkru në formën edhe mënyrën e njëjtë. Kontratat negociume, sekrete, ku e kanë ftu një operator caktum edhe kanë hyrë në negocim. Dhe tash pyetja jonë është, a kanë shku kështu negocimet e këtyre kontratave? Me WhatsApp, a është kjo shteti joni, shteti i WhatsAppit, a çka është në pyetje? Se kjo WhatsAppi po na del shpesh. Ose signale. Signale që thonë hajde me kapoça çushi. Nëse edhe kontrata tjera të negociume me qindra sosh gjatë këtij mandati, janë negociu kështu siç është negociu kjo kontratë e është ngre akt akuz, atëherë ne kemi një problem të madh shumë këtë shoqëni. Po këto qytetarët duhet me analizu dhe me po. Ky rasti konkret, rasti i abuzimit me rezerva qytetare definitive është rasti shembull i mendësisë dhe i këtë veprimeve tjera. Edhe atë ka vend edhe në rajon ka shembuj të mjaftueshëm me pas po edhe këta edhe secili që është në qeveri se ku përfundon. Pra, shembulli tipik është senateri i Kroacisë, një prej personaliteteve ose kryeministëve që ka qenë më i fuqishëm për një periudhë shumë gjatë, i cili ka shkuar në burg, pra është dënuar pikërisht për kontrata sekrete, për abuzimin me kontrata sekrete. E dyta, logjika e baltosjes. Tash për shembull, unë po them se na kemi diskutuar shpesh herë këtë pjesë. Nuk mundet Ridvan Muharremi me dhon urdhra, madje edhe me shkrim, dhe këto janë prova. Ata kishin pas menduar profesionistëve të ministrisë. Në ministri kanë besu që Ridvan Muharremi është këshilltar i emëruar nga ministra për çdo temë. Kur e kanë kuptuar që është ky përfituesi, dhe i cili ka shkruar me email, ai ka dhënë urdhra punëtorëve të ministrisë çka me bë. Kur me aqit porët, kur me aqit avancin, ministria ka bë presion të jashtëzakonshëm, sidomos në njësit ose zyret që merren me pagesat. Këto është një prej skandaleve që përfaqëson. Ajo sjellje ishte rast për një akt akuz tjetër. Absolutisht. Dhe nëse e sheh akt akuzën, e vërtet që prokuroria e ka bë jashtëzakonisht sakt edhe kujdesshëm pikërisht për shkak se këta e kanë shpallur sekret. Dhe në akt akuz prokuroria i referohet vetëm, ashtu siç thot ligji, vendodhjes që është sekrete. Dhe këtë procesi tjetër është i hapur, pra nuk është sekret. Dhe me këto, ja ankimon, ja rrëzën, realisht, jo ankimon, po ja rrëzën vendimin e qeverisë për me shpallë diçka sekrete, sepse kur shpallë diçka sekrete në mënyrë palegjshme, është vepër penale. Pra, akt akuza e ka tepër qartë këtë pjesë. E dyta, që kjo baltosja, në pas disa prej ato që kanë publiku, tentojnë me baltos edhe OKI-n, që gjoja kanë pas këshill për tyre se si me bë këtë proces. Unë për e thamë me përgjithësi plot që OKI-ja nuk ka mujt me dhona si këshillët. Së për thamë me ka dhonë se ka dhonë, por nuk ka mujt se është antiligjore. Nuk mundet në institucion serios me dhonë këshill tillë, edhe e personalisht i baj thirrje këtyre njerëzve mas t'i baltosin ta me gjaspi përdorin edhe në situata të tjera. Kur janë kap në flagrancë, tentojnë me baltos gjithë tjerët, sepse veç këta e pas kanë mirë dhe kjo. Ka qenë edhe në rastin e RTK-s diçka e ngjashme. Ajo tjetër aspekt, po domethënë kjo është pjesë tepër e dukshme. Pra, na besoj
mujna me kërku prej në këtë studio edhe prej LDK-s me pa për pas aktivitetet që keni bo edhe në parlament, edhe në ngritje të kësaj, në opinion kësaj çështje. A e sheni se skandalet e tilla meritojnë ma shumë aktivitet, ta themi opozitor, momentalisht, se tash s'po dihet. Unë me fillim e thamë shpesh opozita në detyrë, pra kur ka qeveri në detyrë, ka opozitë në detyrë. Si me aktivitet politik. Aktivitet edhe politik, edhe të organizimit të një reakcioni më të madh shoqëror. Pra, unë pe kuptoj që logjika institucionale është me lënë dorë të prokurisë aty ku ata duhet me bë, edhe e kanë bë. Po megjithatë mendoj që raste të tilla në aktivitet politik e opozitor nuk ban më shumë fort, sepse është tepër eklatant dhe tepër skandaloz. Nëse mundem dhe me thonë se shpesher po ka kritika të mënyrës se qysh po punojmë. Tash nuk po du me jep arsyetime, ose nuk po du me ju arsyetu se cilit, po ajo që po du me thonë është që në rastin e rezervës shtetërore, me kretë mekanizmat institucional që kanë qenë në dispozicion baza javore, jemi mundu me majtë vëmendjen aty edhe në komision parlamentar dhe në format të tjera të komunikimit me qytetarët dhe të komunikimit me institucionet e duna. Në rastin e tenderve sekret, nëse e mban mend, e mbani mend. Më thonë se po, ajo që është një problem tjetër me këtë qeveria është që skandali skandalin pas skandali, po realisht po harrojnë për disa pjesë shumë të rëndësishme. Po nëse analizën me mesatare editore, çdo ditë është negociu nga një tender i ngjajshëm, dikon më pak, dikon më shumë, po edhe në pjesë ku këta referohen, dhe më thonë, të pjesa e ushtrisë, apo të inteligjenca, ku po mund të ketë sekrete, po është e ngjajshme, po ne edhe për çështje bazike, për shërbime bazike për letrat banjës, kemi pas dhe më thonë procedurat të negocimit sekret. E mos flas për ato licencat e Microsoftit, e për shërbimet e tjera, ku ka mira, më thonë, qindra, dhjetra operator edhe në rajon edhe në Evropë, ku kanë mujt me marrë shërbim dhe me marrë ofertë adekvate. Ajo që ne e kemi ba, e kemi denoncu, kemi tentu përmes parlamentit, kemi ngrit kallëzime penale, një që kemi vepru dhe po presim rezultat të kallëzimeve penale për veprimet e qeverisë në detyrë, që i kanë të kalu gjitha autorizimet e veta, dhe nuk themi ne këtë, pse jemi parti politike, këtë e ka konstatu edhe Gjykata Supreme. Dhe thonë Gjykata Supreme, nëse dënë me përkthy vendimin me fjalë të thjeshta, ka thonë zotniti e ke uzurpu karriken e ministrit ose të kryeministrit, se e vetu atje si deputet, dhe po vjen këtu, pastaj po merr vendime, aja ka qenë për një rast, ka qenë për ark fiskale, po interpretimi nuk lidhet me rastin specifik. Interpretimi një çështje tash lidhën me këtë skandalin e rezervave shtetënore.